A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar këtë botë ka krijuar sipas disa rregullave. Dhe për të ecur ashtu siç duhet të jetë në bazë të atyre rregullave. Gjithashtu, Islamin e ka sjellur për njerëzit në mënyrë që të jenë në rregull. Ka sjellur pejgamberët me radhë deri tek pejgamberi i fundit, Muhamedi alayhis salatu wassalam, për të shpjeguar se kush është feja e duhur, kush është feja e saktë dhe si duhet të ndjeket kjo fe. Rregullat e kësaj, kufijt, çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet. Në një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon se kjo fe, pra Islami, mbi çfarë bazash është ndërtuar. Dhe ai na thotë që është ndërtuar mbi 5 baza. Baza e parë, themeli i parë pra, është dëshmia. Të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar dhe se Muhamedi alayhis salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Shtylla e dytë, pra baza e dytë është namazi. Pikërisht është ajo shtyllë e cila Allahu i madhëruar në ditën e gjykimit pyetjen e parë pikërisht për këtë do të bëj, për namazin. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart, në surën Taha në ajetin 14 thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata li dhikri. Dhe falë namazin për të më kujtuar mua. Që të kujtojmë Allahun e madhëruar, pra duhet të falim namaz. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith thot: "Es-salatu mi'rajul mu'min." Namazi është ngritja e besimtarit. Është ngritja para tek Allahu i madhëruar, siç e dim, Mi'raxhi i pejgamberit alayhis salatu wassalam është ngritja e tij për të takuar Allahun e madhëruar dhe për të folur me të pa patur asnjë perde mes tij dhe Allahut të madhëruar. Pikërisht dhe namazi është ai i cili e çon robin tek Allahu i madhëruar pa patur asnjë perde mes tij dhe Allahut të madhëruar. Në një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: Ekrabu ma yakunu al-'abdu min ar-rabbi. Koha, momenti më i afërt që robi është me Allahun e tij, pra me Zotin e tij. Kush është fi salati, pikërisht koha në të cilën ai është në namaz. Pra vëllezër dhe motra, që të jesh afër Allahut të madhëruar dhe të mos kesh asgjë tjetër midis teje dhe tij, është pikërisht namazi që ne mundohemi ta falim rregullisht. Në një tjetër hadith thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: Li ma Allahi waqtun. Un kam një kohë të cilën e kam vetëm me Allahun e madhëruar. E këtu për qëllim ka namazin. Namazi është i atill që e ndalon, apo më mirë të themi e parandalon njeriu nga mëkatet të ndryshme, nga të shpifurat, nga ato të cilat e çojnë drejt të haramit, nga çdo gjë e cila e ftoh njeriu ndaj Allahut të madhëruar, e largon njeriu nga punët e mira, e largon njeriu nga rregullat e Islamit. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar për këtë thot: Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi e ndalon njeriu nga të shpifurat, e ndalon njeriu nga të fllihçurat, e ndalon njeriu nga çdo gjë e cila është e pahishme për njeriu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam shpeshherë i thonte Bilalit radiallahu an: Erihni ya Bilal. O Bilal, më fresko mua. E kishte fjalën për ezanin. Po që të thrasësh ezanin do të thotë që të falësh namazin. Pikërisht pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam i thonte Bilalit: më fresko mua o Bilal me ezanin tënd, në mënyrë që unë të takohem me Allahun e madhëruar dhe në një farë mënyrë të diskutoj me të, ti kërkoj atij të mira për këtë botë dhe për botën tjetër, ti kërkoj atij që të udhëzoj ummetin tim. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam e dim shumë mirë se i është lutur Allahut të madhëruar për ummetin e tij. Dhe në ditën e gjykimit do të jetë ndërmjetësuesi i ummetit të tij, por edhe i ummeteve të tjera. Namazi është shtylla e fesë, është shtylla kryesore pas shahadetit. Namazi është një akt adhurimi që e dallon Islamin, pra muslimanin, nga jo muslimani.
Namazi është adhurimi i parë për të cilin robi do të jap llogari në ditën e gjykimit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadithin e tij: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati", me të vërtet njeriu gjëja e parë që do të jap llogari në ditën e gjykimit për robi, çfarë është? Min amelihi, prej punëve të tij, salatuhu, është namazi i tij. Fa in saluhat, nëse i përgjigjet mirë, pra është në rregull me këtë pyetje, faqad aflaha wa anjaha. Ai është i shpëtuar dhe Allahu i madhëruar do ta përgëzojë atë, do ta shpërblejë atë me xhennet. Wa in fasadat, por nëse nuk i jep dot përgjigje ashtu siç duhet kësaj pyetje, faqad khaba wa khasira, atëherë ky është i humbur dhe i shkatëruar. Allahu na fal dhe na ruaj. Allahu na bëf prej atyre të cilët mundohen ta falin namazin rregullisht, ashtu siç i ka hije namazit, ashtu siç i ka hije besimtarit. Gjëja e para, pra siç tham, është ajo që do pyesin Allahu i madhëruar, namazi. Imam Serhendiu thot: "Wa'lam", dhe dije ti o lexues, dije ti o besimtar, "Aidan anna rutbat as-salati", shkalla pra grada e namazit, mithlu rutbati ru'yati, është njësoj si grada e të shikuarit të Allahut të madhëruar në botën tjetër. Pra grada e namazit për besimtarin në këtë botë është aq e lartë, është aq e veçantë, saqë krahasohet me gradën e besimtarëve të cilët me mëshirën e Allahut të madhëruar do të hyjnë në xhennet, por Allahu do t'i veçojë këto duke i bërë nga ata të cilët do të shohin bukurinë e tij. Fil akhirati, pra në akhirat. Fa nihayatul qurbi, dhe qëllimi i afrimit fit dunya tek Allahu i madhëruar në këtë dynja, pra qëllimi i afrimit tek Allahu në këtë dynja, kush është? Innama hiya fi salati, pikërisht është ajo e cila ne i afrohemi në namaz. Si thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, koha më e afërt e robit me Allahun e madhëruar është namazi. Atëherë, grada më e lartë e njeriut, momenti më i mirë i njeriut në këtë dynja është namazi. Wa nihayatul qurbi fil akhirati, dhe qëllimi apo fundi i afrimitetit me Allahun e madhëruar në ahiret, kush është? Fi aini ru'yati, është pikërisht pra të shikosh bukurinë e Allahut të madhëruar. Wa aidan an sa'ir al-ibadati wasailu lis-salati, të tjerat adhurime janë shkaqe për të sjellur tek namazi, janë shkaqe. Wa salatu min al-maqasidi, dhe namazi është prej qëllimeve. Pra nëse adhurimet e tjera janë shkaqe, namazi është qëllimi kryesor i besimtarit për të arritur tek Allahu i madhëruar. Dhe në një vend tjetër Imam Serhendiu thot: "Wal musalli alladhi lahu shu'urun bi haqiqati salati", dhe personi i cili, pra namazfalsi, është i vetëdijshëm për rëndësinë e namazit. Pra nuk futet në namaz thjesht për të kryer obligimin, por është i vetëdijshëm se çfarë është duke bërë. Është i vetëdijshëm se sa i rëndësishëm është namazi. Ka anna yakhruju min hadhihi an-nash'ati ad-dunya, ai është njësoj sikur del nga telashet e kësaj botë, pra kalon nga kjo botë. Është gjatë kësaj kohe, pra waqt eda i salati, pra është momenti kur ai fal namazin, sikur del nga telashet e kësaj botë, del nga problemet e kësaj botë, wa yadkhulu fi nash'atil ukhra, dhe futet në botën tjetër, në përjetimin e botës tjetër. Pra gjatë kohës që është në namaz, robi del nga kjo botë dhe futet në përjetimin e botës tjetër. Fala jarama yanalu fi hadha al-waqti nasiban wafiran min dawlatin makhsusatin bil akhirati. Ai pa dyshim se gjatë namazit do të arrijë një përjetim shumë të madh dhe specifik për jetën e përtejme. Pra personi i cili është i vetëdijshëm se sa i rëndësishëm është namazi, në momentin që futet në namaz, ai del nga kjo botë dhe futet në përjetimin e botës tjetër. Vëllezër dhe motra, shikoni se sa i rëndësishëm është ta falim namazin me vetdije
duke qenë të përkushtuar. Si thot Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. Tashmë kanë shpëtuar besimtarët. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët janë të përkushtuar në namazin e tyre. Ata të cilët pra e falin namazin me vetdije. Muhammed Maasumi, Allahu qoftë i kënaqur me te, thot kështu: edhe pse namazi në dukje është nga kjo botë, ai në fakt është nga jeta e përtejme, pra është nga bota tjetër, sepse ai është miraxhi, është ngritja e besimtarit tek Allahu i madhëruar dhe besimtari në këtë kohë pikërisht pra korr begatin e botës tjetër. Nëna jon Ummu Seleme, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, transmeton se këshilla e pejgamberit ton alayhis salatu wassalam para se të ndronte jetë ishte: kapuni fort pas namazit. Kini kujdes ndaj të drejtave të skleverëve dhe shërbëtorëve tuaja. Transmeton Ibn Majah. Abdullah ibn Amr tregon, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, njëri nga sahabët erdhi tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e pyeti se cila ishte vepra më e mirë që mund të bënte ai. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha vepra më e mirë është falja e namazit. Ai e pyeti përsëri, pas kësaj, ja Rasulullah, kush është? Falja e namazit. Ja Rasulullah, pas kësaj kush është? Falja e namazit. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam e përsëriti 3 herë këtë. Pra një besimtar nuk mund të bëjë gjë më të mirë tek Allahu i madhëruar dhe për veten e tij se sa të fal namaz. Pa të jetë në takim me Allahun e madhëruar. Po pas kësaj o dërguari i Allahut i tha ky sahabi, çfarë është? Është xhihad, pra është lufta në rrugën e Allahut. Vëllezër dhe motra, lufta në rrugën e Allahut nuk do të thotë të marrim shpatat, të marrim armët dhe të luftojmë kundra të tjerëve. Lufta në rrugën e Allahut është një në radhë të parë të luftojmë kundra epsheve tona, kundra atyre ndjenjave që ne na ushqejnë për maninë e kësaj botë, për pasurinë, për të gjitha ato gjërat të cilat na largojnë nga rruga e Allahut. Lufta më e madhe është në veten tonë. Pastaj, lufta tjetër është edukimi i fëmijëve tanë, edukimi i brezave të ri. Pastaj është mbrojtja e familjes. Është çdo gjë pozitive e cila ne bëjmë në një farë mënyrë është xhihad, është luftë në rrugën e Allahut të madhëruar. Misver bin Mahreme radiallahu an, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thot: kur Omer radiallahu an u godit me thik, her pas here i binte të fikët. Dhe një ditë shkova për vizitë për ta parë se si ishte. I pyet ata që ishin për rreth tij, si është? Ata më thanë siç e shikon. Pra ishte në gjendje shumë të rëndë. I thash: a keni thirrur për namaz? Sepse nëse ai është gjallë, ai do të reagojë më njëherë. Do të ngrehet në këmbë dhe do të falë namazin. Vëllezër dhe motra, shikoni çfarë ndjeshmërie, çfarë përkushtimi kishin në namaz. Pra, Omer radiallahu an ishte, mund të themi, në gjendje kome. Ai thotë: a e keni thirrur për namaz? Dhe ata i thonë: jo, nuk e kemi thirrur. Më pas thotë, i thash: o princi i besimtarëve, ngrehu, ka ardhur koha e namazit. Ai thot u ngrej me një herë dhe tha: vërtet, betohem në Allah, kush e braktis namazin nuk ka hise në Islam. Zoti na ruaj, Zoti na fal. Shpesh herë mashtrohemi, na mashtron kjo botë, e braktisim namazin. Me arsye apo pa arsye. Zoti na bëf prej atyre të cilët janë të ndjeshëm dhe të përkujdesshëm në namaz. Vëllezër të nderuar dhe motra shumë të nderuara, me pak fjalë u mundova t'ju përkufizoj apo t'ju tregoj rreth rëndësisë së namazit. Në videon e vazhdim do të flasim për përgatitjen për namaz. Se si duhet të përgatitemi nga ana fizike, materiale dhe shpirtërore. Për të ndjekur më tej, abonohuni në kanalin tonë dhe ju duke dëgjuar fitoni sevap, e ne duke folur për veten tonë dhe për ju, me lejen e Allahut dhe me mëshirën e Tij, me begatinë e Tij, të bëhemi prej atyre të cilët marrin sado pak sevap nga ky shërbim që mundohemi të bëjmë. Duke ju lënë në mbrojtjen e Allahut të madhëruar,
Ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi e Allahut qoftë mbi ju. Miru takofshim në videon e radhës.